Një nga zhvillimet më të rëndësishme infrastrukturore që pritet të ndikojnë ndjeshëm në jetën e qytetarëve është pikërisht edhe rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës me degëzimin në Rinas. Çfarë duhet të dimë ne qytetarët, po ashtu edhe nxënësit në shkolla, po ashtu edhe bizneset, cilat janë të reja tek kësaj linje hekurudhore kur pritet të përfundojë, çfarë rregullash të reja do të na duhet të mësojmë dhe të zbatojmë, sidomos me fëmijët e shkollave. Padyshim, sa do të ndikojë kjo linjë hekurudhore në zhvillimin e biznesit, të informuar apo jo. Ka nisur një nismë ndërgjegjësuese dhe informuese, një lloj fushate, treni po vjen, të cilën padyshim që do ta promovojmë edhe në media, por duhet ka dhe kohë mjaftueshëm derisa të jetë ekzistuese dhe të finalizohet gjithë ky projekt. Jam në studio me ekspertën e shoqërisë civile Miriam Reçi për të na folur dhe për të informuar publikun se çfarë po ndodh me linjën hekurudhore. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ju e nisë duke thënë që treni po vjen është fushat dhe në fakt kjo është një gjetje për nga emrimi, sepse i referohet një krahasueshmërie midis periudhës kur brezat e kishin trenin në Shqipëri dhe tani që nuk e njohin fare. Jo më kot është gjetur kjo emër, sepse është një investim i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Europiane në këtë rast do të mund të shoqërojë me një fushat ndërgjegjësimi e cila do të përfshinte palët e interesuara, që do të thotë edhe publiku në tërësi edhe institucionet. Dhe është menduar që në këtë fushat ndërgjegjësimi një kompani e cila është kontraktuar të bashkëpunojë me dy organizata jo fitimprurëse, tek e cila njëra do jetë përgjegjëse për sensibilizimin dhe informimin e bizneseve që janë përgjatë linjës hekurudhore. Tani të tregojmë pak për linjën ku fillon dhe ku mbaron? Sakt, linja hekurudhore fillon në Durrës me drejtim drejt Tiranës dhe kanë edhe degëzimin tjetër në Rinas. Pra Durrës-Tiranë, linja hekurudhore ekzistuese do të ketë rehabilitim, ndërsa do të ketë një segment të ri, domje Rinas 4.7 km, që do të jetë tërësisht i ri, me stacionin përkatës në Universitetin e Poka, që do jetë stacion i ri. Është stacion i ri. Stacionet e tjera janë që kanë qenë dikur do të ekzistojnë, pra se njerëzit janë mësuar brezi i prindërve tanë që kanë përdorur trenin apo një moshë tjetër, grup moshë tjetër që ka arritur dhe ka, le të themi, përdorur trenin si linjë hekurudhore për të shkuar në Durrës, i njohin stacionet, nëse mund t'i përmendim përsëri informim për publikun. Mund t'i përmendim stacionet, pra stacioni i parë i Durrësit do të jetë aty ku ekziston ende, në Shkozet, në Sukth, në Vorë, në Universitetin e Poka që do të jetë lidhja me midis Domjes dhe Rinasit, terminali në Rinasi, stacioni Kashar dhe stacioni i trenit në Tiranë. Në Tiranë ku do të nisen udhëtarët? Në Tiranë ishte menduar që të niseshin në terminalin e transportit publik të udhëtarëve që është i tanishmi. Mirë po, zhvillimet e reja të kësaj hekurudhe mendohet që do të ketë një terminal tjetër udhëtarësh, i cili nuk do të jetë ke treni ekzistuesi dikurshëm, por do të jetë në një vend ndodhje e cila akseson qytetarët që mrrin në Tiranë që të kenë më afër qendrën e qytetit. Pra ka ndryshuar dhe ky stacioni tjetër. Kemi ende shumë muaj kohë përpara se të finalizohet. Me sa di unë duheshe të përfundoheshe në prill të 2025, por dihet që punët publike, të cilat janë investime madhore dhe përfshin shumë palë, kanë edhe vonesa dhe kjo është arsyeja e cila punët janë duke ende në zhvillim, pra janë ende në rekonstruksion dhe në ndërtim në pjesës së re, kjo hekurudh me këto tre segmente. Gjithsesi, paralelisht po punohet me një fushat ndërgjegjësuese informuese për shkollat. Po, para se të kalojë te shkolla, duhet të flas pak për panoramën e gjerë, jo vetëm për shkollat. Kjo do të thotë që organizatat e shoqërisë civile që e kanë marrë përsipër të bëjnë këtë ndërgjegjësim dhe informim, janë në bashkëveprim edhe me institucionet për të punuar në dy momente paralele. Para është e rëndësishme të ndërgjegjësohet pjesa e bizneseve, të cilat janë përgjatë linjës hekurudhore, në raport me rëndësinë e linjës së re hekurudhore dhe përdorimit saj në mënyrë të sigurt, dhe për këtë arsye kolegët tanë, bashkëpunëtorët tanë kanë realizuar informim dhe ndërgjegjësim me 1000 biznese, plus 2700 punonjës, të cilët kanë parë nga pikpamja konkrete si do ta përdorin ato ose ç'përfitime përfitime direkte do të kenë. Nga ana tjetër është drejtoria e hekurudhës e cila me anë të organeve ligjzbatuese dhe administrimit që bën në raport me hekurudhën, ka bërë të mundur vendosjen e sinjalistikave tek sa punimet po zhvillohen, për të informuar përdoruesit e kësaj linje, veçanërisht edhe linjës hekurudhore që mund të ndërthuret me linjën rrugore, për punimet që po ndodhin në këtë aks.
Por jo vetëm kjo, edhe në pikat e karburantit, që janë biznese më vete, që janë afërsitë e Korrudhës, Tiranë, Durrës, Rinas, janë vendosur flet palosje, broshura, të cilat do t'u jepen shoferëve për t'i para lajmëruar ose para informuar, le të themi, për këtë investim madhor që është duke u kryer. Sa i takon informimit në shkolla, është parë si një komponent i rëndësishëm edhe informimi i publikut në kuptimin edhe publik direkt edhe publik i tërthort. Për moshat e lindur 20 vitet e fundit. Veçanërisht për nxënësit. Sigurisht ne nuk kemi shkuar direkt te nxënësit, ne kemi bërë një fushat sensibilizimi dhe informimi me anë të broshurave shumë informuese, me shumë detaje, lidhur me 110 shkolla. Në 2 qarqe të mëdha, që është Tirana dhe Durrësi, përkatësisht në Tiranë si bashki, në Kamës dhe në Vorë, sepse këto janë zonat që janë në afërsi të ligjës së kurudhore, ndërsa në Durrës kemi punuar me shkolla të Durrësit, të Shijakut dhe të Krujës, sepse lidhin Durrësin me Rinasin. Në këtë pikpamje kemi piketuar me një hartëzim shkollat që janë 3 kilometra në të majtë dhe në të djathtë të linjës së kurudhore, dhe janë shkolla 9-vjeçare dhe të mesme, tek të cilat kemi zhvilluar seanca informimi. Pse ka qenë e rëndësishme të bëhet kjo? Pra, çfarë është thënë? Sepse mësuesit kanë njohuri, informacion, por edhe japin informacion për siguri në rrugë, në anë të lëndëve shoqërore të nxënësit e tyre, por këto janë informacione themi teorike, sepse praktikisht këta nxënës mund të kenë pasur eksperiencat përdorimit të trenit në vende të huaja, po jo në Shqipëri. Pra i është dhënë rëndësi. Ku ka më shumë vështirësi, qoftë edhe në sinjalistikën, që është diçka e re, por që duhet patjetër që duhet parathënë, duhet informuar, duhet mësuar. Në këtë pikpamje do duhet dhënë koncepti bazë që treni është një mjet i sigurt udhëtimi kur përdoret në mënyrë të sigurt. Sigurisht është një hekurudhe e cila lidh 2 qytete të mëdha dhe ndërvepron nga pikpamja e njerëzve, e mjeteve, e mallrave, por nga ana tjetër duhet përdorur nga njerëzit në mënyrë të sigurt dhe çdo evitimi i sigurisë në trenat të shkakton incidente apo lëndime, sikurse edhe në botë ka pasur raste të cilët njerëzit çdo ditë lëndohen nga injorimi i rregullave të qarkullimit në transportin hekurudhor. Pa dyshim që është një mjet transporti i sigurt, por gjithmonë kur siguria është në plan të parë. Si do të ndikonte rikthimi i trenit në këtë mes 2 qyteteve për sa i takon uljes së ndotjes, kostos së transportit, apo pse jo edhe të trafikut urban? Kjo është një pyetje interesante dhe është e përfshirë në informacionet që ne japim për të gjitha palët, edhe për bizneset, edhe për shkollat, edhe për publikun në tërësi. Kur krahasojmë transportin rrugor me transportin me tren, ka një përfitim avantazhe tepër të ndjeshme. Para sepse transporti hekurudhor ka 2 fokuse të mëdha, sjell zhvillim ekonomik dhe mbron mjedisin. Sjell zhvillim ekonomik sepse shkëmben, komunikon jo vetëm individët dhe mallrat, por sjell edhe zhvillim ekonomik. Të mos harrojmë që në stacionet e trenit do të ketë pika tregtare të cilat njerëzit do të vetpunësohen, apo do të përfshihen në këtë hekurudhë të re menaxhimin dhe administrimin e saj. Nga kjo pikpamje sjell zhvillim. Nga ana tjetër mbron mjedisin, sepse me llogaritje dihet që 75% më pak ndotje derdhet në atmosferë nga treni se sa nga përdorimi i automjeteve. Në këtë mënyrë kemi një mjedis më të pastër, më pak stres, më pak trafik dhe një cilësi jete më të lartë për çdo qytetar. Kjo është një krahasueshmëri. Sa i takon kostove, përfitimi është edhe nga ana e kostove. Do të thotë, nëse një qytetar llogarit të udhtojë nga Tirana në Durrës ose Durrës Tiranë me automjetin e vet, ka një kosto të lartë për ato 34 kilometra rrugë midis Tiranës dhe Durrësit. Ndërsa në rastin e trenit do të kushtojë, sipas përllogaritjeve që ka shumë komponentë që hynë për llogaritje, në vlerën 200 lekë të reja njëra rrugë. Kjo do të thotë që është e krahasueshme me transportin urban, ku ne kemi parë që në transportin urban vlera e biletës vjen gjithmonë në rritje për shkak të rritjes çmimit karburantit. Patjetër. Ndërsa në rastin e trenit me të fiksuar një herë çmimi i biletës nuk ka rritje të mëtejshme. Sepse pavarësisht rritjes së karburantit, vlerës karburantit, kjo është një vlerë e çmimit biletës që kompensohet edhe nga shteti. Në këtë moment nuk ka më rritje të çmimit të biletës për qytetarët, prandaj është kategori që përfitojnë ulje në udhëtimin me tren? Pa diskutim, mund të vendoset edhe sistemi abones, ato janë pasaj elementë të menaxhimit, pra do të vinë rrugës në kuptimin edhe sa do të jetë i përdorshëm. Sepse nga studimet paraprake shihet që janë rreth 31% e qytetarëve që do t'i përdorin, mes tyre 47%
70% janë familje me fëmijë, 24% çifte. Keni arritur të krijoni dhe statistika dhe pyetësor se sa do ta përdorin familjet shqiptare linjën e kurorëdore. Megjithatë kjo është për gjysma e popullsisë po thua, gjysma e qyteteve. Më pak e përdorin çiftet, 47% janë familjet me fëmijë, pra këto janë statistikat të para. Megjithatë, po të gjykosh që kemi në Durrës persona që punojnë në Tiranë çdo ditë janë 5.000 deri në 6.000 vet. Të shtosh tu disa mijëra vet që janë student, që studiojnë në Tiranë. Por edhe anasjelltas, mund të ketë student nga Tirana që studion në Universitetin e Durrësit, apo banor të Tiranës që punojnë në Durrës. Do vinë më shpejt, kosto është më ullët, trafiku jo. Që do të përdorin trenin çdo ditë. Në këtë pikpamje treni ka dhe avantazhe të tjera, sepse nuk krijon vonesa. Në raport kur ti nisesh për në Durrës, nuk e llogarit dot kur mbërrin, sepse trafiku të bën ty të pamundur llogaritjen e orës së saktë kur ti mbërrin në Durrës. Ndërsa kur nisesh me tren, tabelat e trenit përveç se janë të afishuara dhe ti e din saktësisht kur niset, e din edhe saktësisht se sa mbërrin, sepse treni në linjën e vet nuk e ndan linjën e vet me përdorues të tjerë të rrugës. Është totalisht mbi trase, mbi shina dhe nuk krijon trafik. Pra nuk flasim për trafik trenash, flasim për trafik automjetesh që të krijojnë vonesa. Rikthimi e epokës, mezi pritet e epokës së trenit, është dhe kënaqësi të udhëtosh me krem. Është e vërtetë, përveç se të kushton më pak. Është një kohë që mund ta përdorësh, Niki, sepse kur je në automjetin tënd në timon, mund të lexosh në tren, në makinë, nuk e përdor dot për asgjë tjetër, sepse je fokusuar, i stresuar në drejtimin e sigurt të automjetit. Ndërsa si pasagjer ti ke shumë përfitime sepse përdor për punë. Supozojmë në celular një blok shënimesh ose merresh me një lexim të leksioneve. Mund ta përdorësh për argëtim, ti dëgjon muzikë, sheh film, lexon një libër, mund ta përdorësh për shoqërizim. Jemi një bashkëpunëtarin tënd, je duke folur me të, ose një dikë të ri në tren dhe shkëmben ide, mesazhe me të. Pra, ose je vetëm, je duke parë peizazhin jashtë drejtares. Pra, në këtë pikpamje ke një qetësi mendore dhe një ulje stresi shumë herë më të madhe se sa kur je në trafik në timon, ajo që quhet në psikologji furia e rrugës, që i bën çdo njeri të dalë nga vetja dhe të krijojë stres. Qartë. Si është pritur qasja juaj informuese nga bizneset, nga komuniteti përreth? Si kanë pritur? Nga bizneset dhe nga komuniteti përreth është pritur përgjithsisht mirë, nuk është se të gjithë bizneset... Dyshime janë skeptik? Dyshimet e pikpyetjet ka pasur në raport me individ të cilët e kanë parë nga hapësira private, sa do më duhet mua specifikisht ky tren. Dhe shpesher kanë kërkuar edhe stacione më të shpeshta, gjë që s'është e mundur, sepse treni ka një farë shpejtësie, midis 80 dhe 100 km/h që duhet të marrë shpejtësinë dhe të ndalojë. Në këtë pikpamje nuk është e mundur të realizohen më shumë stacione se sa që u përmendëm këtu dhe janë të parashikuara. Por nga ana tjetër kanë përmendur dhe si një fakt interesant për të aksesuar tregun e punëtorëve, sepse punojësit shpeshherë mund të mos shkojnë dot të punojnë në bizneset e Aksit Tiranë-Durrës, sepse nuk kanë mjetet e tyre, ose stacioni i autobusit është larg, nuk mund të ndalojnë në mes të autostradës. Prandaj dhe është kërkuar një stacion më tepër për trenin. Janë të tillë që në afërsi ata krijojnë punëtor mjaftueshëm. Por një pikë interesante ka dalë edhe nga shkollat, sepse mësuesit e kanë parë me interes për ta dëgjuar dhe për ta përcjell tek nxënësit. Mos harrojmë që në 110 shkolla janë mbi 1500 mësues që i kanë ndjekur këto seanca informimi, të cilëve ju është dhënë edhe një manual i mirë strukturuar, edhe me lojra dhe me teste, e përshtatur për nxënës shkollave të mesme dhe shkollave 9 vjeçare, në mënyrë që të mësohet tek nxënësit, në mënyrë praktike, përdorimi i trenit, sa e rëndësishme është ta përdorësh në mënyrë sigurt, por edhe me informacion të diferencuar. Ndryshe i shpjegohet rregulloria e sigurisë së trenit një nxënësit shkollës mesme dhe ndryshe një nxënësit të shkollës 9 vjeçare. Aty janë futur edhe elemente informative shumë interesante, për shembull që nxisin interesin e nxënësit të shkollës 9 vjeçare, po themi që një mundësia e trenit për të frenuar është 1.5 kilometra, e barabartë me distancën e 15 fushave futbolli. Për t'i dhënë imazhin që ti kur e shet trenin mund duket larg, por ai është shumë afër dhe nuk mund të frenojë kur ti je në rrezik, sepse do t'i duhet 1.5 kilometra derisa të njohim fillimisht rreziqet e zakonshme dhe të mundshme që t'i shmangim pas kur ti kjo të bëhet konkrete. Ose nëse një tren të godet, një automjet, është fuqia fizike aq e madhe sa çdo ishte kur një automjet godet një kanaçe pijesh, ta themi. Pra kjo krahasueshmëri për të ardhur në imazhin e nxënësit, se sa e rëndësishme është siguria dhe sa e rrezikshme bëhet kur ti nuk e respekton elementet e sigurisë. Nga teoria në praktik ka dhe ende kohë për të
ndërmarr vazhduar fushatën në mënyrë që kur ai të jetë gati dhe ne të gjithë si udhëtar të jemi gati për të hipur dhe për të përfituar nga linja e kurrëdhore, e rehabilituar dhe njerë stacionet Tiranë-Durrës me degëzimin e ri në Rinas, stacioni në Tiranë do të jetë, megjithatë do kemi kohë përsëri për ta diskutuar, jo ku ka qenë stacioni i vjetër, por në afërsitë të tij. Në ndryshim nga modeli fillestar që ishte menduar në terminalin e sotëm, do të ketë në atë zonë të ndërmjetme një stacion të ri treni. Falenderoj, Miriam. Faleminderit. Për këshillat dhe informacionet që ndam sot me publikun. Faleminderit, Niki. Falenderoj dhe njerë, ndërkohë do të përshëndetemi së bashku, ju falenderoj dhe juve që na keni ndjekur në transmetimin e sotëm. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.